E di që do të thotë të jesh i përkushtuar në një person, të kërkosh dashuri, të kërkosh zgjidhje dhe të mos plotësojnë dëshirat dhe nevojat e tua. Në qoftë se je grua dhe kërkon të plotësojnë dëshirat dhe nevojat e tua dhe nuk të plotësojnë nga partneri jot, s'ke respekt, ke vetëm mos përfillje dhe sjellje jo të mirë, rrenja nuk është aty. Rrenja e problemit është tek nëna dhe tek babai jot. Atë që ti nuk e mësove dashurin nga nëna dhe babai jot. Shpesh ne vajzat jemi shumë të lidhura me baballarët ton dhe kemi atë ndjenjën e dashurisë dhe të urrejtjes në brendësi. Dhe mos më thuaj që nuk e kam, sepse atë nuk mund ta shikosh. Ke vetëm 5% me 10 e shumta karakteri që ti kujton se je, por ajo që je në të vërtetë është në ndërgjegja jote. Është ajo 95% e në ndërgjegjes tënde që ti e ke të fshehur atje brenda dhe nuk i kupton, por ti vepron ashtu si të bën komandën në ndërgjegja jote. Dhe për ty mashkull, është e njëjta gjë, në qoftë se ti ke problem me gruan tënde, partneren tënde, nuk dëgjohesh ose nuk po e gjini fjalën që të dy, kjo do të thotë që bllokimi jot ka të bëjë me nënën tënde. I kemi ndarë në mënyrë shumë të bukur, ne vajzat me baballarët, kurse ju meshkujt me nenat. Dhe rënja e gjithçkaje është në fellësi. Mos e kërko tani që je 50 vjet, edhe 60 vjet, sado që t'jesh, e 30, por shiko të gjesh rrenjën. Dhe për këtë mund të ndihmoj në qoftë se ti do të ndihmosh veten. Sepse në qoftë se ti nuk e merr vendimin që të shikosh që këtu ka diçka për të parë, asnjë terapist, asnjë psikolog, asnjë psikiatër nuk mund të gjejë ty problemin. Dhe mos u trem ka këto, sepse ti ke një shpirt dhe psikiatri merret me shpirtin tënd dhe psikologu dhe terapistja. Jam Merita Cake, terapiste energjetike, shkrimtare, trajnere dhe mësuese në shumë metoda. Por një nga metodat që do të ndihmojë është sistemi përfaqësik transformues 333. Pse e theksoj dhe pse është shumë e rëndësishme për ty? Sistemi përfaqësik vetëm nga fjala është metoda që merret me sistemet, duke filluar me sistemin e trupit tënd, me organet tënde, sistemin familjar, sistemin në shoqëri, në biznese dhe kudo. Në qoftë se nuk ka hierarki që në fëmijëri, do të thënë nuk e qenë në vendin tënd, po ke qenë një fëmijë femër ose mashkull që ke luajtur rolin e nënës ose të babait tek prindrit e tu, ti nuk ke mësuar që të arrish të marrësh përgjegjësinë e vetes tënde dhe i ke harruar veten, e ke nxjerr jashtë loje. Dhe tani kur u rrite, prapje jashtë loje. Në të njëjtën kohë, në qoftë se ti nuk more dashuri, nuk more vëmendje kur ishe në moshën fëminore, sepse të tërë atëre e kemi nevoja të dashurin, akoma dhe që në mitrën e nënës, në qoftë se ajo kishte probleme dhe nuk mundeshe të kushtonte rëndësi tek vetja dhe tek barku. Gjithashtu, në qoftë se si fëmijë ti nuk more dashurin nga nëna dhe nga babai, atëre nuk more dhe përgjegjësinë e jetës tënde, sepse akoma në çfarëdo moshe që je, ti pret që të japi rëndësi nëna ose babai jot. Dhe për të gjitha këto, ti mund të gjesh zgjidhje. Rënja është këtu. Nëse vërtet dëshiron ta shikosh dhe të gjesh zgjidhje, sepse tham, sistemi përfaqësik transformues është metoda që merret me sistemet, punojmë në sistemin familjar, shikojmë hierarkinë dhe nuk e shikon me fjalë ose me anën magjike, por e dëgjon, e shikon me sytë e tu dhe kupton të vërtetën e shpirtit tënd çfarë ka ndodhur. Dhe mos harro që akoma ke ngelur fëmijë dhe pavarësisht se çfarë moshe ke,
sepse nuk merr përgjegjësinë e të zgjidhësh gjërat vetë dhe të marrësh përgjegjësinë dhe jetën tëre në duart tënde. Akoma prej të shikoj mamaja, akoma prej të shikoj babai jot, të kujdeset për ty. Dhe një nga këto kam qenë unë. Do të thënë, lidhja me babain tim ka qenë kaq shumë e fortë sa tek partnerët e mi kërkonja akoma babain tim. Kërkonja babain të më jepte kohë, kërkonja babain të më plotësonte nevojat e mia, të më jepte dashuri, të më hapte zemrën dhe të më tregonte sa vuajtje kishte ai në shpirt. Sepse si fëmijë ne jemi aq shumë të ndjeshëm sa i kuptojmë prindrit tanë që vuajnë dhe ne duam që t'i ndihmojmë. Por këtu e di çfarë bëhemi, arrogant. Do më thënë, duam që të ndihmojmë, por e vërteta është që ne harrojmë veten tonë. Dhe çfarë bëjmë? Kur rritemi, ne bëhemi shpëtimtar të tjerëve, duam të ndihmojmë të tjerët, por prap harrojmë veten tonë, sepse nuk na mësoi asnjëri si ta duam veten tonë. Për të gjitha këto, jam këtu të të ndihmoj. Në qoftë se ti je gati të ndihmosh veten tënde me sistemin përfaqësik, të bësh transformimin e vetes tënde në fushën universale, shumë më të thella nga ato që i mendon. Prandaj, në datën 13 dhe 14 do bëhet në Tiranë një grup për sistemin përfaqësik. Mund të marrësh pjesë në qoftë se mund të jesh në Tiranë. Në të njëjtën kohë, po jap këtë mundësi kësaj radhe që të gjithë ju kudo që jeni dhe në Zvicër, në Amerikë, kudo që jeni dhe keni një telefon dhe mundet të merrni pjesë me temën tuaj ose vetëm të shikoni çfarë bëhet dhe në të njëjtën kohë të bëni dhe ju terapinë tuaj. Gjithashtu, në datën 29 do ndodhem në Kosovë dhe në qoftë se dëshiron të vish nga afër për një problem të vogël apo të madh, do jemi atje. Ka zgjidhje në çdo problem që ke, të madh apo të vogël, por zgjidhja dhe sekreti je ti. E para duhet marrësh vendim, e dyta të veprosh të vish ose të thuash që dua të marr pjesë dhe nga larg me kamerë të shikosh. E treta është të shikosh, të veprosh dhe të bëhet zgjidhja, realizimi asaj që do. Dhe mos harro që nëna dhe babai janë çelësat kryesore të jetës tonë, se mos nëna ka të bëjë me partnerin, me jetën tënde dhe me paratë. Dhe sot po të jap një pyetje dhe më përgjigj këtu në TikTok ose në YouTube, si në qoftë se do ma përshkruaj një jetën me 2 fjalë, si është jeta jote, e lehtë, e vështirë, më përshkruaj pra jetën tënde. Dhe mos harro që ka zgjidhje.